Horoskopi ditor, 11 korrik. Dita kur gjërat e padukshme fillojnë të marrin formë. Ka ditë kur nuk ndryshon ajo që ndodh përreth teje. Ndryshon mënyra si fillojnë të lidhen të gjitha pjesët e historisë. 11 korriku është një nga ato ditë. Ajo që deri dje dukej rastësi, sot mund të marrë kuptim. Një takim, një mesazh, një vendim ose edhe një vonesë mund të rezultojë pjesa që mungonte për të kuptuar pse gjërat kanë ndodhur pikërisht kështu. Disa shenja do të marrin një sinjal që nuk duhet ta injorojnë. Të tjera do të shohin një mundësi aty ku më parë shihnin vetëm pengesa. Sot nuk është dita për të luftuar me rrjedhën e ngjarjeve, por për të kuptuar se ku po të çojnë ato. Dëgjoje me kujdes mesazhin e shenjës tënde, sepse ajo që nis të marrë formë gjatë kësaj dite mund të ndikojë në gjithë pjesën tjetër të korrikut. Dashi. Mos e mat këtë ditë me atë që arrin të përfundosh, por me atë që arrin të kuptosh. Një situatë që të ka mbajtur në pritje mund të fillojë të zbulojë anën e saj të vërtetë. Në punë, një bisedë e shkurtër ose një vendim i vogël mund të krijojë mundësi shumë më të mëdha në javët që vijnë. Në financa, ruaj qetësinë dhe mos u nxit nga premtime të shpejta. Në dashuri, dikush mund të japë një shenjë që ke pritur prej kohësh. Nëse je në një lidhje, dita favorizon afrimin dhe besimin. Shëndeti përfiton kur largon ritmin e lodhshëm të ditëve të fundit. Fati do të jetë në anën tënde në momentin që zgjedh të mos reagosh me impuls, por me mençuri. Sot qartësia do të vlejë më shumë se shpejtësia. Demi. Ka raste kur jeta të jep një mundësi të dytë pa e quajtur kurrë ashtu. Pikërisht një ndjesje e tillë mund të shoqërojë gjatë kësaj dite. Në punë, një zhvillim që duke i mbyllur mund të rihapet në mënyrë krejt të papritur. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme do të japë më shumë siguri për ditët në vazhdim. Në dashuri, një person mund të rikthehet me një qëndrim krejt tjetër nga ai që kishte njohur. Nëse je në një lidhje, mirëkuptimi do të bëhet pika më e fortë mes jush. Shëndeti kërkon më shumë kohë për pushim dhe ritëm të qëndrueshëm. Fati do të shfaqet nëpërmjet një mundësie që në fillim mund të duket shumë e vogël. Mos e humb atë. Binjakët. Jo çdo përgjigje vjen nga fjalët. Sot mund të kuptosh shumë edhe nga heshtja, nga mënyra si sillen njerëzit ose nga një detaj që të tjerët nuk do ta vënë re. Në punë, një informacion i ri mund të ndryshojë mënyrën si planifikon ditët në vijim. Në financa, dita favorizon zgjedhjet e menduara mirë dhe shmangjen e rreziqeve të panevojshme. Në dashuri, një mesazh mund të rikthejë shpresën ose të mbyllë përfundimisht një paqartësi. Nëse je në një lidhje, sinqeriteti do të forcojë besimin mes jush. Shëndeti përmirësohet kur i jep mendjes më shumë qetësi. Fati do të jetë pranë atyre që dinë të vëzhgojnë përpara se të veprojnë. Sot një detaj i vogël mund të ketë një ndikim shumë të madh. Gaforja. Sot mund të ndjesh se një barë që ke mbajtur prej kohësh po bëhet më e lehtë. Jo sepse problemet zhduken menjëherë, por sepse fillon të shohësh zgjidhjen që nuk e kishe parë më parë. Në punë, një zhvillim pozitiv mund të rikthejë motivimin dhe besimin tek vetja. Në financa, vazhdo të tregohesh i kujdesshëm, sepse durimi do të shpërblehet. Në dashuri, një person mund të të surprizojë me një gest që flet më shumë se çdo premtim. Nëse je në një lidhje, dita favorizon afërsinë dhe qetësinë. Shëndeti përfiton kur i kushton më shumë rëndësi balancës emocionale. Fati do të vijë në momentin që ndalon së dyshuari tek vetja. Sot mund të fillojë një etapë shumë më e qartë për ty. Luani. Më e rëndësishmja që mund të bësh sot është të mos e nënvlerësosh ndikimin e një zgjedhjeje që duket e vogël. Pikërisht prej saj mund të ndryshojë ritmi i ditëve në vazhdim. Në punë, një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi mund të shfaqet papritur dhe të vendosë në qendër të vëmendjes. Në financa, një vendim i kujdesshëm mund të krijojë më shumë stabilitet se sa e kishe parashikuar. Në dashuri, një person mund të tregojë respekt dhe vlerësim në një mënyrë që nuk e kishe pritur. Nëse je në një lidhje, dita favorizon bisedat që afrojnë dhe largojnë keqkuptimet.
Shëndeti përmirësohet kur ndalon së mbingarkuari veten me gjithçka njëherësh. Fati do të shpërblej vetë besimin e qetë dhe vendimet e menduara mirë. Sot mund të nis një fazë më e favorshme. Birgjëresha. Përgjigjja që ke kërkuar mund të mos vijë nga vendi ku e pret, por nga një situatë që deri dje nuk I kishe kushtuar rëndësi. Gjatë kësaj dite do të kuptosh se vëmendja ndaj detajeve vazhdon të jetë arma jote më e fortë. Në punë, një ndryshim I vogël në organizim mund të sjellë rezultate shumë më të mëdha nga sa mendon. Në financa, dita favorizon kursimin dhe planifikimin afatgjatë. Në dashuri, një bisedë e qetë mund të largojë pasiguri që kanë mbetur pezull. Nëse je vetëm, një njohje mund të lindë në një ambient krejt të zakonshëm. Shëndeti kërkon më shumë pushim dhe ritëm të balancuar. Fati do të jetë pranë atyre që nuk veprojnë me nxitim. Sot durimi yt mund të kthehet në avantazhin më të madh. Peshorja. Jo çdo ndryshim ndodh me shurmë. Disa fillojnë në heshtje dhe vetëm pas pak ditësh kupton sa shumë kanë ndikuar në jetën tënde. Kjo është energjia që mbart 11 korriku për ty në punë. Një bashkëpunim ose një propozim mund të hapë perspektiva që nuk I kishe marrë në konsiderat. Në financa, një zgjedhje e balancuar do të japë më shumë siguri për javët në vazhdim. Në dashuri, një person mund të shprehë ndjenja që I kishte mbajtur për vete. Nëse je në një lidhje, dita favorizon besimin dhe planet e përbashkëta. Shëndeti përmirësohet kur largon stresin dhe gjen kohë për veten. Fati do të vijë përmes njerëzve që të japin qetësi dhe jo pasiguri. Sot ekuilibri do të jetë forca jote më e madhe. Akrepi. Mos u përpiq të gjesh menjëherë kuptimin e çdo ngjarjeje që ndodh sot. Disa përgjigje kanë nevojë për pak kohë që të shfaqen plotësisht. Në punë, një informacion I rëndësishëm mund të japë mundësinë të marrësh një vendim shumë më të zgjuar. Në financa, shmang rreziqet e panevojshme dhe vazhdo të ndjekësh planin që ke ndërtuar. Në dashuri, një e vërtet mund të dalë në dritë dhe të largojë një paqartësi të vjetër. Nëse je në një lidhje, sinqeriteti do të krijojë më shumë afërsi. Shëndeti përfiton kur largon tensionin dhe I kushton më shumë rëndësi pushimit. Fati do të jetë në anën tënde kur zgjedh të dëgjosh intuitën përpara se të dëgjosh shurmën e të tjerëve. Sot ajo nuk do të gabojë. Shigjetari. Her pas here, jeta të vendos përballë një zgjedhjeje që nuk duket e rëndësishme në atë moment, por që më vonë rezulton vendimtare. Pikërisht këtë energji mbart 11 korriku. Në punë, një mundësi për të mësuar diçka të re ose për të hyrë në një projekt të ndryshëm mund të hapë horizonte më të mëdha nga sa pret. Në financa, një vendim I kujdesshëm do të japë më shumë qetësi në javët që vijnë. Në dashuri, një person mund të tregojë se ka menduar për ty më shumë se sa e kishe imagjinuar. Nëse je në një lidhje, dita favorizon planet për të ardhmen. Shëndeti përmirësohet kur I jep trupit kohën që meriton për të rikuperuar. Fati do të favorizojë guximin e menduar dhe jo nxitimin. Sot mund të hapet një mundësi që nuk duhet lënë të kalojë. Britsjapi. Nuk fiton gjithmonë ai që arrin I pari, por ai që di të zgjedh momentin e duhur për të vepruar. Kjo është arsyeja pse dita e sotme kërkon durim dhe qartësi. Në punë, një përgjegjësi e re ose një vlerësim nga dikush me ndikim mund të japë më shumë besim tek rruga që ke ndërtuar. Në financa, organizimi do të jetë çelësi për të shmangur gabimet dhe për të krijuar më shumë stabilitet. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qetësi aty ku kishte pasur dyshime. Nëse je vetëm, një njohje mund të vijë nëpërmjet një personi që nuk e kishe marrë kurrë në konsiderat. Shëndeti përfiton kur respekton ritmin tënd. Fati do të shpërblej këmbënguljen. Sot mund të marrësh një konfirmim që ke pritur prej kohësh. Ujori. Sot mund të kuptosh se disa pengesa nuk kanë qenë aty për të të ndalur, por për të të drejtuar në një rrugë më të mirë. Kjo ditë favorizon idetë e reja dhe guximin për të parë përtej asaj që duket. Në punë, një propozim ose një bashkëpunim mund të ndryshojë mënyrën si e shikon vazhdimin e muajit.
Në financa, një mundësi e papritur mund të sjellë më shumë siguri se sa e kishe menduar. Në dashuri, një mesazh ose një takim mund të rikthejë emocione që i kishe lënë pas. Nëse je në një lidhje, dita favorizon mirëkuptimin dhe besimin. Shëndeti përmirësohet kur largon stresin dhe gjen kohë për veten. Fati do të jetë pranë teje në momentin që vendos të mos dyshosh më tek aftësitë tua. Sot gjithçka mund të fillojë të marrë një drejtim më të mirë. Peshqit. Mos u habit nëse ndjen se zemra po të shtyn drejt një zgjedhjeje që logjika ende nuk e ka pranuar. Kjo është një ditë ku intuita do të flasë më qartë se zakonisht. Në punë, një zhvillim pozitiv mund të rikthejë motivimin dhe besimin tek një projekt që e kishe lënë pezull. Në financa, shmang vendimet impulsive dhe vazhdo të ndërtohesh mbi atë që është e sigurt. Në dashuri, një gjest i papritur mund të të japë përgjigjen që ke pritur prej kohësh. Nëse je vetëm, një njohje mund të bëjë të ndryshosh mendim për të ardhmen. Shëndeti përfiton kur i kushton më shumë rëndësi qetësisë mendore. Fati do të vijë përmes një zgjedhjeje që në fillim duket e vogël, por që do të ketë ndikim të madh në ditët që vijnë. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën forma nëse beson se 11 korriku është dita kur gjërat fillojnë të marrin drejtimin e duhur. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.